Patëm një bisedë të gjatë për shumë tema me kryetarin e LDK-s dhe deputetin e Kuvendit Lumir Abdigjiku. Diskutuam për zhvillimet politike në Kosovë, për situatën e sigurisë, për politikën e jashtme dhe marrëdhëniet ndërkombëtare. Pastaj diskutuam edhe për shtetëndërtimin demokratik në vendin tonë, për drejtësinë, diskutuam edhe për progresin që kemi arritur, por gjithashtu diskutuam edhe për sfidat që na presin. E uruam njëri tjetrin në detyrat dhe funksionet që kemi. Gjithashtu u zotuam për komunikim dhe kontakte të drejtë për drejta, për bashkëbisedimet të frytshme, ashtu që të hapim, le të themi, një kapitull të ri të raporteve midis partive politike, midis qeverisë dhe opozitës. Synimi ynë është që çështjet e dallimeve partijake të mos jenë të tilla që të vihen në veprim në kurriz të interesit të përgjithshëm shtetëror. Unë e falenderova edhe për votimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, të cilët natyrisht vetëm me neve si shumicë nuk do të kalonin në kuvend pa 2/3. E tash kemi edhe një sfidë tjetër, sepse sërish na duhen 2/3 për zgjedhjen e presidentit.